Kandidati për kryetar të komunës së Prizrenit nga PDK-ja Shaqir Totaj, ku ishte edhe bartësi i listës Kujtim Gashi dhe një numër i konsideruar i kandidatëve që karojnë për kuvendar. Mbrëm para shoqatave të dalë nga lufta, tha se jemi një familje dhe kemi një rënë të përbashkët në tubimin madhështor me familjet e dëshmorëve, veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK-s, ku përcoll mesazhi fuqishëm uniteti dhe besimi në fitoren e 12 tetorit. Fillimisht 1 minutë të heshtje për të na nderuar dëshmorët dhe për të rënët. Bartësi i listës Kujtim Gashi kërkoi të nderohen me 1 minutë heshtje. Sigurisht që kjo mbrëmje, kjo natë nuk ka lënë asesi pa i përkujtuar ato që si kemi sot në mesin tonë, pra të gjithë bashkëluftëtarët e juaj, dëshmorët e kombit, prandaj ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi. Pas së kësaj, ai bëri ftesë që këtë takim ta përshëndes në emër të shoqatave të dalë nga lufta, Isa Berisha, kryetari OVL-s në Prizren, i cili me këtë rast ka përshëndetur kandidatin Totaj dhe tha se do të japim mbështetje. Gjithëve ju uroj suksese, veçanti kryetarit komunës, zotit Totaj, i cili me punën e tij, me angazhimin e tij, në veçanti edhe me shoqatat e dalë të luftës e ka bërë një punë të mirë, kështu që vazhdoj të përkroj dhe t'i thëmë sukses edhe në të ardhmen. Ne si shoqata darat luftës dhe ne veçanti, ne si organizat të veteranëve, kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me kryetarin e komunës, të veçanti me drejtorinë dhe me nënkryetarin edhe me Natë Elshonin, i cili ka qenë derë e hapur për gjithë veteranët e veçanti për organizatën e veteranëve, që çdo kërkesë, çdo iniciativë që kemi pas për vlerat e luftës, për datat përkujtimore, për të shënuar betejat të ndryshme që kanë ndodhur në rajonin tonë, na ka përkrah dhe gjithmonë kemi qenë bashkëpunim të vazhdueshëm. Shpresoj që edhe të ardhmen do të kemi një bashkëpunim të mirëfill, duke ditur që veteranët në veçanti ballafaqohen me ekzistencën esenciale që nuk zënë shumë drejta, duke ditur që e kanë një pagë minimale për 200 euro. E dim që qeveria lokale nuk ka dorë shumë për me bë për ndryshimin e ligjit i cili nuk është i mirë në veçanti për veteranët. Pas kësaj, në emër të veteranëve kanë përshëndetur edhe 2 kandidatë që garojnë për kuvendar, Daud Panikaj dhe Nehat Elshani. Jam kënaqur që kam qenë pjesë e ushtrisë zyrtare të Kosovës. Që nga rinia e hershme jam munduar që të jap kontribucion sa në të ardhmen, do të jem zëri juaj në kuvend. Ju falenderoj. Jemi mbledhur sot për të nderuar këtë sakrificë, por edhe për të parë përpara. Këto 4 vite që shkuan, kryetari Shaqir Totaj ka pasur një bashkëpunim të ngushtë me shoqatat dhe kategoritë e dalë nga lufta, duke ndëgjuar hallet e tyre, duke qenë pranë nismave e tyre dhe duke kërkuar gjithmonë zgjidhje për nevojat që keni pasur. Në mandatin e ardhshëm, ky bashkëpunim nuk do të jetë vetëm një vazhdim në sipër, por do të jetë edhe më i frutshëm, me projekte dhe mbështetje konkrete që do t'ju japin vendin dhe respektin të cilën ju e meritoni. Prandaj, është koha të qëndrojmë bashkë, si dikur, dhe të mbështesim këtë vizion për të ardhmen. Një të ardhme me dignitet dhe zhvillim, ku sakrifica juaj nderohet me vepra jo me fjalë. Vëllezër dhe motra, le të jemi bashkë si atëherë kur flamuri u ngrit në fushë betejë. Le të jemi zëri gjallë i dëshmorëve tanë, forca e gjallë e lirisë sonë dhe garancia se ideali i UÇK-s do të mbetet përgjithmonë i pathyeshëm. Mos të harrojmë të përshëndesim liderët tanë të cilët gjenden në hak padrejtisht. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të tjerë. Ju themi se gjithë ata që e dojnë Kosovën për një me, të gjithë ata që e dojnë Kosovën me zemër janë me juve, edhe shpresojmë se sa më shpejt të ktheheni në gjirin e familjes juaja, edhe ndërmjet shumë. Kurse kandidati Totaj tha se këta heronj janë themeli i lirisë sonë dhe burimi i frymëzimit për rrugtimin ton politik. PDK-ja rrjedh nga luftëtarët e lirisë dhe si e tillë me mbështetjen e qytetarëve po ecën drejt fitoreve të reja në Prizren. Është kënaqësi, po edhe privilegj me qenë sot përpara juve këtu.
kur e dim peshën specifike, rëndësinë dhe kontributin cilën e keni dhënë ju në kohët më të vështira. E kam përshtypjen që kanë herë po harrojmë cila ka qenë sakrifica, cili ka qenë kontributi, edhe pesha specifike, rëndësia e atij kontributi edhe asaj sakrifice. Duhet me u përkujtu njerëzve shpesh që liria, shteti, institucionet nuk kanë pikë me qiellit, nuk kanë ndodhur rasisht, kanë ardhur si rezultat i një angazhimi serioz, edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe mas lufte, gjithmonë në bashkëpunim me aleatët tanë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ja ku jemi sot, prej një popullit shtypur që s'kemi pas kurrë, e kemi shtetin, e dytë shqiptar në Ballkan, e kemi institucionet, e kemi lirinë, edhe kemi mundësinë për më zhvillu. Normal që falënderimi edhe mirënjohja janë të pafundshme, edhe secili shtet, secili pushtet, qoftë lokal, qoftë qendror, gjithmonë duhet me pas parasysh këtë fakt. Për ne ju jeni PDK-ja faktikisht e ka preardhjen prej UÇK-s. Edhe çdo tentim për me bën një shkputje të tillë është iluzion. Për mos të përdor në fjalë pak më të rëndë. Është vërtet që kohët ndryshojnë, edhe është vërtet që Partia Demokratike me transformimin, me kuadra të reja, me njerëz të ri, me profile të reja, duhet mi përcjell trendet edhe kërkesat e kohës. Po ashtu është shumë e rëndësishme që gjithmonë me majtë kontaktin me origjinën. Sepse ata njerëz që nuk e din kush janë në prekajet kanal, nuk shkojnë larg. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Sikur që ka qenë shumë e rëndësishme, edhe ka qenë nashta dhe vendimtare për krahja juve në vitin 2021, kur në një situatë shumë të vështirë politike, na kemi arrit me fitu zgjedhjet edhe me kthy Prizrenin në një rrugë të madhe. Atëherë kemi kërku besim, edhe për juve, po ma shumë për aty në tjerë, që s'na kanë njoftë, mi po me punë, me rezultate, me performancë, atë besim e kemi arsyetu. Në këtë takim pati shumë veteran, familje dëshmorësh dhe invalid të luftës së UÇK-s.